Me lot në sy, Big Mama zbulon momentet e fundit dhe dëshirën e fundit e Shpat Kasapit. Vdekja pa pritur, këngëtarit e njohur Shpat Kasapi ka tronditur thellë publikun shqiptar dhe të gjithë ardashësit që e kanë ndjekur në skenë për më shumë se 2 dekada. Lajmi ndarjes së tij nga jeta ka shkaktuar një reagim masiv në rrjetet sociale, ku kolegët, miq dhe fanca kanë shprehur dhimbjen dhe mosbesimin e tyre. Pati, i cili ndërtoi një karrierë të pasur muzikore dhe njihej për energjinë e tij në çdo performancë, u shua papritur gjatë një udhëtimi në Itali, ku ndodhej i shoqëruar nga bashkëshortja dhe djali i tij. Sipas të dhënave të para, dyshues shkaku ka qenë një sulm në zemër, një ngjarje befasishme e rëndë për familjen dhe bashkëpunëtorët e tij. Momenti i fundit i artistit ka qenë emocionalisht i rëndë, por edhe i mbushur me një ndjenjë të fortë lidhje familjare. Big Mama, një nga personat më të afërt, ka treguar se ka folur me Selvi Jaun, e cila kishte informacion të drejtpërdrejtë nga familja. Sipas saj, në çastet e fundit Shpati ka tentuar të thotë diçka dhe ka kthyer kryt drejt djalit të tij. Një gjest tregon qartë dashurinë dhe lidhjen e tij të pashkëputshme me familjen. Ky detaj i ndarë nga Big Mama ka prekur shumë njerëz, duke sjellë edhe më shumë dhimbje, por njëkohësisht duke theksuar anën njerëzore dhe të përkushtuar të artistit, që deri në frymën e fundit ka menduar për të birin. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.